Bimët e modifikuara gjenetikisht, të njohura shpesh si OMG, janë bimë në të cilat materiali gjenetik është ndryshuar me ndërthurje shkencore për të dhënë atyre veçori të reja. Këto veçori nuk fitohen përmes kryqëzimit tradicional apo përzgjedhjes natyrore, por përmes futjes, ndryshimit ose çaktivizimit të gjeneve specifike. Qëllimi kryesor i kësaj teknologjie është krijimi i bimëve më rezistente, më prodhuese dhe më të përshtatshme për sfidat e botës moderne, si ndryshimet klimatike, sëmundjet dhe rritja e kërkesës globale për ushqim. Në thelb, çdo bimë përmban në qelizat e saj ADN-n, një kod biologjik që përcakton se si rritet, si reagon ndaj mjedisit dhe çfarë karakteristika shfaq. Shkenca moderne ka mësuar jo vetëm ta lexojë këtë kod, por edhe ta modifikojë atë në mënyrë të synuar. Kjo bën të mundur futjen e gjeneve nga organizma të tjerë, për shembull nga bakteret në kromozomet e bimëve, duke u dhënë atyre aftësi që natyrisht nuk do t'i kishin. Arsyet për modifikimin gjenetik janë të shumta dhe lidhen ngushtë me nevojat globale. Bimët e modifikuara gjenetikisht mund të jenë më rezistente ndaj insekteve dhe sëmundjeve, duke reduktuar përdorimin e pesticideve kimike. Ato mund të tolerojnë thatësirën, kripëzimin e tokës ose temperaturat ekstreme, duke u bërë të përshtatshme për zona ku bujësia tradicionale është gjithnjë më e vështirë. Disa bimë modifikohen për të pasur vlera më të larta ushqyese, si rritja e përmbajtjes së vitaminave ose proteinave, duke ndihmuar në luftën kundër kequshqyerjes. Në një botë ku popullsia vazhdon të rritet dhe burimet natyrore janë të kufizuara, këto teknologji shihen nga shumë shkencëtarë si një mjet i rëndësishëm për sigurinë ushqimore globale. Historikisht, dy metoda kryesore janë përdorur për modifikimin gjenetik të bimëve. Metoda e parë bazohet në përdorimin e një bakteri natyror, të quajtur Agrobacterium tumefaciens. Ky bakter ka aftësinë e veçantë për të futur një pjesë të ADN-s së tij në qelizat e bimëve që infekton. Shkencëtarët kanë shfrytzuar këtë mekanizëm natyror duke zëvendësuar ADN-n origjinale të bakterit me gjenin e dëshiruar. Bakteri shërben kështu si një transportues biologjik që e çon gjenin e ri brenda qelizës bimore, ku ai integrohet në kromozome. Metoda e dytë, e njohur si arma gjenetike ose bombardimi me mikrogrimca, përfshin përdorimin e grimcave shumë të vogla metalike, zakonisht ari ose tungsteni, të veshura me ADN të modifikuar. Këto grimca qëllohen drejt qelizave të bimës me pajisje speciale, duke lejuar që ADN-ja të hyjë në qelizë, në disa raste të integrohet në gjenomin e saj. Të dyja këto metoda janë përdorur gjërësisht që nga fundi i shekullit e 20 dhe kanë çuar në zhvillimin e shumë kulturave bujësore të modifikuara gjenetikisht, si misri, soja dhe pambuku. Sot modifikimi gjenetik ka hyrë në një epokë të re fal teknologjive të redaktimit të gjeneve, më e njohura prej të cilave është CRISPR-Cas9. Ndryshe nga metodat klasike, kjo teknologji lejon ndryshime shumë më të sakta dhe të kontrolluara në ADN. Në vend që të futet domosdoshmërisht një gjen në një organizëm tjetër, CRISPR mund të përdoret për të fikur apo ndrequr ose modifikuar një gjen ekzistues të bimës. Kjo saktësi e lartë ka hapur debate të reja shkencore dhe ligjore, pasi disa nga këto ndryshime janë shumë të ngjashme me mutacionet që mund të ndodhin edhe natyrshëm. Për këtë arsye, në disa vende po rishikohen rregulloret për të dalluar mes OMG-ve tradicionale dhe bimëve të redaktuara gjenetikisht. Pavarësisht përfitimeve të mundshme, bimët e modifikuara gjenetikisht mbeten një temë debati. Kritikat përfshin shqetësime për aplikimin afatgjat në mjedis, biodiversitet dhe shëndetin e njerëzit, si dhe çështje ekonomike dhe etike, si kontrolli i farave nga kompani të mëdha. Nga ana tjetër, shumica e studimeve shkencore të deritanishme tregojnë se produktet e miratuara janë të sigurta për konsum dhe mjedis, kur përdoren dhe rregullohen siç duhet. Modifikimi gjenetik i bimëve nuk është më thjesht një ide eksperimentale, ai është pjesë reale e bujqësisë moderne. Në të ardhmen, këto teknologji pritet të luajnë një rol kyç në krijimin e sistemeve ushqimore më të qëndrueshme, më elastike dhe më miqësore me mjedisin. Pyetja kryesore nuk është më nëse duhet ta përdorim këtë teknologji, por si ta përdorim me mençuri, transparencë dhe përgjegjësi.